Konflikti i fundit mes Iranit, Shteteve të Bashkuara dhe Izraelit kanë dhënë efekte në tregjet e hidrokarbureve, duke prekur edhe Shqipërinë. Për gati një jave ka nisur rritja e çmimit të naftës dhe benzinës, duke arritur në gati 200 lekë për litër. Për të shmangur rritjen e çmimeve abuzive, Ministria e Financave njofton ngritjen e task forcës. Ministri i Financave Petri Tmala i thiri në një takim urgjent krerët e tatimeve dhe doganave për të dakorcuar një plan operacional që do të shtrihet në të gjithë vendin. Kemi marrë shkas për ngritjen e këtij grupi nisur nga zhvillimet ndërkombëtare. Çmimet do jenë në monitorim në mënyrë që të mos ketë rritje abuzive. Kontrolli do të fokusohet te vlerësimi me risk, marrja e informacionit nga tregu dhe kontrolli fizik i sasive në pikat e tregtimit. Operacioni nuk do të jetë thjesht administrativ. Task Forca do të zbresë në terren për të verifikuar nëse çdo litër naftë që shitet është i zhdoganuar dhe i faturuar rregullisht. Drejtori i doganave Besmir Beja dhe ai i tatimeve Ilir Binaj konfirmuan se analiza e riskut ka nisur dhe kontrollet do të godasin aty ku dyshohet për fshehje të dhënave apo spekulime të çmimin. Mbetet për t'u parë nëse ky presion i shtuar i shtetit do të arrijë të mbajë të stabilizuar tabelat e çmimeve në pikat e karburanteve, të cilat në 5 ditët e fundit kanë reflektuar një rritje prej 13% të çmimit, pasi nga 175 lekë që ishte nafta dhe benzina para sulmeve në lindjen e mesme, tashmë ka shkuar në 198 lekë për litër.